Klienti që kam pas, ka qenë 65 vjeç dhe ka pas probleme me osteoporozën. Okej. Sepse vjen gjatë moshës osteoporoza, gryrja e kockës vjen me moshën. Dhe si ndihmon palestra osteoporozën? Pa diskutim që ndihmon sepse forcohen kockat, duke llogaritur edhe ushqimin, se ushqimi është bazë në formimin e kockës. Duke marrë dhe suplementet se trupi edhe nuk prodhon më. Po, patjetër. Ndërkohë mjeku i tij kishte sugjeruar këtë gjë që të vinte në palestër, pra ishte një sugjerim i mjekut apo erdhi një herë ai me mendjen e tij dhe më pas foli me mjekun. Si ka qenë? Kishte dëgjuar që stërvitja është shumë e mirë për osteoporozën. Më kontaktoi dhe i thash që është e vërtetë. Zakonisht nuk është se nuk kam dëgjuar që mjekët pa diskutim i thonë që duhet keni një jetë aktive. Bëni aktivitet fizik. Po, një ecje në natyrë, vrapi jo, sepse ndonjëherë edhe shumë i rënd, varet edhe çfarë peshë ka, Shumica e moshës tret ndonjëherë mund të kenë edhe një peshë të madhe. Dhe kjo për shembull nuk është gjë e mirë që të bëjnë vrap, sepse e gjithë pesha do të shkojë te kocka edhe do e dëmtoj akoma edhe më tepër. Kështu që një vrap i lehtë do ishte një perfekt. Po ndërkohë tek klienti yt, pikërisht aty do doja të ndalesha. Me pjesën e peshave, ti si funksionove vet? Pra, i jepi atij pesha, krahasuar edhe me problemin që ai kishte? Unë kisha një problematik akoma më të madhe se sa problemi i osteoporozës, sepse ishte 130 kg. 130 kg? Po, dhe edhe disa nga ushtrimet nuk mund t'i bënte. Kështu që fillimi i këtyre personave që kanë edhe këtë problematik është të fillojnë një herë vetëm kardio, ushtrimet me pistën. Derisa pesha të fillojë edhe të reduktohet.